Si mi rikthyer në studio edhe thash të flasim për drejtësinë për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë dhe për këtë arsye nga KRCT është ftuar zonja Fatmire Haliti. Mirë se keni ardhur zonja Fatmire. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Do kemi shumë për me diskutu, patjetër. Faleminderit shumë për kohën, por fillimisht sa është numri i vlerësuar i viktimave të dhunës gjatë luftës në Kosovë. Pra, si që dini, gjatë luftës në Kosovë kam përjetu viktimat të ndryshëm, qoftë civile, qoftë ato të uniformuara, po ashtu kemi një numër jashtëzakonisht të madh të viktimave që kanë përjetuar edhe dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Sipas studimeve që janë bërë menjëherë gjatë luftës dhe menjëherë pas luftës, llogaritet të jenë dikon rreth 20.000 të mbijetuar që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Është numër mjaftim i lartë, por që fatkeqësisht nuk kemi dokumentim zyrtar për t'i evidentuar apo për t'i pasur statistikat e sakta për gjithë ata që kanë përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Sa raste të dhunimeve seksuale gjatë kohës të luftës janë hetuar deri më sot, Fatmire? Ne si organizatë jo qeveritare, pra Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, është themeluar menjëherë pas përfundimit të luftës, pra në vitin 1999, dhe në atë kohë ka filluar me ofrimin e shërbimeve mjekësore dhe psikosociale për të mbijetuarit, dhe më vonë ka filluar fushatat avokuese për rregullimin e ligjit për mja njohur statusin dhe të drejtat këtyre viktimave. E viteve të fundit jemi përkushtuar në përgatitjen e rasteve për t'i qasur drejtësisë, domethënë për të kërkuar drejtësi. Kështu që prej kur kanë filluar këto raste të hetohen nga hetuesit vendor, deri më tani kemi rreth 100 raste që janë në procedurë hetimore nga njësia e hetimit për krimet të luftës në kuadër të Policisë së Republikës Kosovës. Sa aktakuza janë ngritur për këto krime lufte? Po në thash domethënë që rreth 100 raste janë duke u hetuar dhe duke u zhvilluar hetimet, ku për shkak të ndjeshmërisë së rasteve, ku në shumicën e këtyre rasteve të mbijetuarit janë dëshmitarët e vetëm, pra nuk kanë pas dëshmitar tjerë, nuk kanë pas prova tjera dhe ka qenë paksa më vështirë për me arrit me ndërtu një aktakuzë të suksesshme në mënyrë që me dëshmu para gjykatës. Deri më tani domethënë nga institucionet tona vendore, përkatësisht nga Prokuroria Speciale e Kosovës, kemi gjithsej 12 aktakuza të ngritura për dhunën seksuale gjatë luftës në Kosovë. Kanë raste, ose sa raste kanë përfunduar me vendime kështu dënuese në gjykatat vendore, po edhe ato ndërkombëtare? Po, deri më tani kemi 5 raste që kanë përfunduar, domethënë në gjykatat tona, në gjykatat vendore, po flas domethënë në gjykatat që menaxhohen nga sistemi i drejtësisë të Kosovës, për shkak që të kaluarën si në sistemin e Unimikut, po ashtu edhe të Oleksit. Këto raste kanë dështuar të gjykohen për shkak që nuk ka pas një gatishmëri apo nuk ka pas një kontribut të madh në trajtimin efektiv të këtyre rasteve. Kështu që me ngritjen e këtyre aktakuzave, pra aktakuzave të para, ku e para është ngritur në vitin 2020 kundër Zoran Vukotić, mandej ka vazhduar me aktakuza të tjera. Kemi 5 aktgjykime për dhunën seksuale, nga të cilat 4 domethënë janë aktgjykime dënuese dhe 1 është liruar nga akuza për dhunë seksuale. Dhe mund të them që gjithsej prej këtyre gjitha rasteve që janë gjykuar deri më tani, kemi të shqiptuar disa dënime, pra në përgjithësi janë 73 vite burgim për dhunuesit e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Të gjitha këto raste vlen të përmendet që ne si organizat i kemi përgatit, i kemi dërguar për me dhënë dëshmitë e para në hetuesi, pra në Policinë e Kosovës, mandej kemi ofruar mbështetje psikologjike dhe ligjore gjatë gjithë procesit, edhe në prokurori, po ashtu edhe në gjykata. Dhe prej të gjitha këtyre rasteve, një rast, pra rastin e parë kundër Zoran Vukotić, të dënuar me 13 vjet burgim, e kemi me dënim të formës së prerë, pra ka kaluar në të gjitha nivelet e gjykatës, është konfirmuar dhe i njëjti është duke vuajtur dënimin përveç krimeve tjera edhe për dhunë seksuale me një dënim me një kozgjatje prej 13 vitesh. I përmendi disa raste, po janë ende kështu në proces hetimi apo gjykimi të reja, po ka raste të reja që pjovinë edhe po shtohen në numrin atyre që janë duke u hetuar? Po ka raste të reja, ne kemi bashkëpunim shumë të mirë me institucionet e drejtësisë, duke nisë nga hetuesit, prokurorët e po ashtu edhe me gjykatat. Ne vazhdimisht përveç ofrimeve të shërbimeve psikosociale
psikosociale dhe ligjore të vazhdueshme para, gjatë dhe pas procesit gjyqësor. Ne i përgatisim për me qenë ata të gatshëm për me dëshmu, me dhënë deklaratat e tyre në mënyrë që prokuroria me pas mundësi edhe me vazhdu hetimet për ato raste. Kështu që në vazhdimsi ne kemi raste që i referojmë në Policinë e Kosovës për të dhënë deklarat dhe të njëjtat pas vlerësimeve, pas grumbullimit të fakteve dhe provave të tjera vazhdojnë me proceset të tjera gjyqësore. Ka bashkëpunim me ULEX, me institucionet tjera ndërkombëtare relevante që janë në Kosovë? Tani për tani bashkëpunimi është kryesisht me institucionet vendore, siç e thash edhe më herët, ne gjatë periudhës të UNMIK-ut dhe të ULEX-it, edhe në atë kohë ka shumë prej të mbjetuarve, qoftë gra apo burra, që kanë dhënë dëshmi, kanë dhënë deklarata tek këto mekanizma të drejtësisë, mirë po fatkeqësisht nuk është bërë asgjë me ato, për më tepër disa prej tyre kanë pas edhe prova materiale, qoftë mjekësore apo të tjera, të cilat i kanë dorëzuar për muhetu nga UNMIK apo ULEX-i, mirë po fatkeqësisht nuk janë trajtuar në mënyrë të drejtë dhe ato janë zhduk ato prova sepse disa prej tyre as nuk janë bartë te institucionet vendore. Cilat janë pengesat kryesore për ndjekjen penale të autorëve? Përmendën ndoshta mungesë provave, dëshmitarëve, po ndonjëherë mund të jetë faktori politik apo jo? Po, shqyqoni, për me ndjek këto krime është me të vërtet jo e lehtë, për shkak ka kalu një kohë gjatë, më thonë 27 vite nga përfundimi i luftës kem, po ashtu e cekët edhe jo, dhe më thonë ka mungesë të dëshmitarëve, ku në shumë raste vetë mbjetuarit janë dëshmitarë e vetëm, dhe më thonë vetëm deklarata tyre paraqitet në polici, që paraqet pak vështirësi për prokurorët, për hetues, për shkak se do ta ndërtojnë një akt akuzë me të gjitha elementet përkatëse ligjore në mënyrë që ajo të vërtetohet nga gjykata. Këto domethënë janë ato pengesat ndoshta kryesore në mungesë të grumbullimit të fakteve të provave. Po ashtu një çështje tjetër që është e rëndësishme te këto raste që janë duke u hetu, shumë prej të mbjetuarve nuk kanë arritur ta identifikojnë apo ta njohin kryersin e dhunimit. Pra kanë qenë të maskuar, kanë qenë paramilitar, kanë qenë në format ndryshëm që janë paraqitur të ngjyrosur në fytyrë apo me ndonjë shami apo diçka tjetër që e kanë bërë të pa identifikueshëm. Pra përkundër që e përshkruajnë gjithë ngjarjen se si ka ndodhur, pasojat që i kanë marrë nga përjetimi i asaj ngjarje traumatike, nuk janë në gjendje ta identifikojnë kryersin. Për më tepër, domethënë një pengesë tjetër apo një çështje tjetër është edhe mungesa e arrestimit të tyre, domethënë rastet që identifikohen. Ne prej këtyre rasteve që i përmenda që janë shqiptuar dënime, i kemi 2 raste, në njërin rast janë Ivica Rajković dhe Dragan Denić që janë dënuar nga 15 vjet, dhe rastin e fundit që u shpall gjykimi dënues javën e kaluar kundër Dejan Račić, i cili po ashtu dënuar me 15 vjet, janë zhvilluar gjykime në mungesë sepse të njëjtit nuk kanë arritur të arrestohen nga organet tona. Të njëjtit dyshohet që jetojnë në Serbi dhe siç e dini domethënë e përmendet faktorin politik, ne nuk kemi një marrëveshje me Serbinë për me dorëzu kryerësit e dhunës seksuale apo kryerësit e luftës në përgjithësi, dhe kjo paraqet një pengesë tjetër në kapjen dhe në gjykimin e këtyre rasteve. Megjithatë, ndryshimet ligjore që janë bërë viteve të fundit, ku e lejojnë ngritjen e akt akuzës dhe gjykimin në mungesë, ka hap domethënë dyrë për me u gjyku këto raste, sepse tani ja jep të drejtën apo ja jep mundësinë prokurorisë me ngrit akt akuzën pa qenë të arrestuar kryerësit të cilët veç janë identifikuar që kanë qenë kryes dënimit dhe ka fakte dhe dëshmi të tjera që veç ata janë përgjigj dhe mandej gjykata e zhvillon procesin në mungesë. Mirë po te këto procese gjyqësore që zhvillohen në mungesë duhet të plotësohen një varg parakushtesh ligjore, siç janë domethënë thirrja përmes mekanizmave ndërkombëtar, fletër urdhër rrështimi ndërkombëtar, do t'ja japet mundësia domethënë që ata më u paraqit para organeve të drejtësisë dhe kjo e vështirëson pak a shumë procesin, sepse do të me kalu në për gjitha këto procedura, mandej nësaj nuk arrihet për drejtësien, fillon gjykimi në mungesë. Do të avazoj pak këtë kimik, por sa persona kanë fituar statusin zyrtar për mendoj të mbjetuarve të dhunës seksuale të luftës në Kosovë? Po, si që dini, me plotësim ndryshimet e ligjit në vitin 2014, për cilën është dashur të avokojmë disa vite për të bërë ligji që ja njeh të drejtën ligjore si viktima të dhunës seksuale. Në 2014 është bërë ligji dhe ja njeh këtë drejtë, mirë po Komisioni Qeveritar ka filluar punën tek në shkurt të vitit 2018. Prej shkurtit të vitit 2018 deri më tani kanë aplikuar dikon më tepër se 2400
persona apo të mbjetuar të dhunës seksuale për t'ju njohur statusi dhe prej 2400-ve 1925 deri në të dhënat e fundit që kemi marrë 1925-ve ju ka njohur statusi viktime e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, ndërsa i kemi 373 raste që ju është refuzuar ky status, ndërsa të tjerat janë në proces të pritjes apo të verifikimit të statusit. Ka prej tyre që kanë përfitu kompenzim financiar ose po e them kështu mbështetje tjera institucionale? Po ligji ka parapo, domethënë në momentin që ju njihet statusi, t'ju njihet edhe drejta në pension personal, që e marrin domethënë një pension personal dhe këtë pension gjithë ata që e gëzojnë këtë drejtë apo që ju njihet statusi e marrin pensionin personal, ndërsa të drejtat të tjera fatkeqësisht nuk realizojnë sepse ligji ka kufizuar për daljen prej viktimave tjera të luftës. Këto viktima domethënë apo të mbjetuarit të dhunës seksuale nuk kanë të drejta tjera të cilat i realizojnë, përkundër që i parashet ligji disa prej të drejtave në pamundësi apo në mungesë të krijimit të mekanizmave shtetëror për mi siguru konfidencialitet, ata nuk arrin të realizojnë këto pensione. Po ashtu deshta ta ndaj domethënë edhe një informacion rreth drejta e kompenzimit apo pensionit që përmendet. Ne deri më tani kemi pas shumë sfiduese çështjen e pensionit për personat që i kanë mbush 65 vjet, sepse ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti ndalon domethënë një pensionin tjetër, domethënë nëse është të marrni pension të moshës apo të kontributit, janë ndalon ta ketë edhe një pension tjetër. Dhe në këto raste ne kemi filluar me procedura gjyqësore dhe dikon vitin 2022 kemi bërë paditje para. Mandej ka filluar gjykata procesin gjyqësor dhe deri më tani i kemi një numër të konsiderueshëm të rasteve që kemi dërguar në gjykatë dhe gjykata po ja njeh të drejtën në pension të dyfesh, pra të drejtën në pension të moshës apo të kontributit dhe të drejtën në pension si viktimë e luftës apo viktimë e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Edhe ky ka qenë një proces mjaft sfidues sepse është dashur të presim disa vite derisa gjykata ka marrë vendime, mirë po fatmirësisht gjykata i kanë konfirmuar vendimet e para dhe tani raste tjera po janë më të lehta për shkak që gjykatave që ka krijuar një precedent edhe po vazhdon me trajtuar ngjashëm me raste tjera. Si ka ndikuar stigmatizimi i raportit kështu edhe në kërkimin e drejtësisë gjitha atyre rasteve që ju i përmendët? Ju më pyetët më herët domethënë cilat janë ato pengesat apo sfidat dhe harrova ta them që pikërisht ndoshta një prej sfidave kryesore është stigmatizimi, domethënë. Ne e dimë që këto raste trajtohen në konfidencialitet të plotë dhe shpeshherë ndoshta as anëtarët e familjes së ngushtë nuk e dinë që një anëtar i tyre ka përjetuar dhunë seksuale gjatë luftës në Kosovë. Dhe vetë procedura domethënë për me kërku drejtësinë është e vështirë për ta, sepse do të kalojnë për mekanizma të ndryshëm të drejtësisë, po fal një bashkëpunimi të mirë që kemi pas me institucionet e drejtësisë, ne kemi arritur që këto raste që kemi përgatitur, që thash domethënë rreth 100 janë duke hetu, me pas një marrëveshje bashkëpunimi edhe me policinë edhe me hetuesin, ku ja kanë mundsuar domethënë policia palve që intervistat fillestare me realizu në organizatat jo qeveritare, ku shumë prej të mbjetuarve që janë pjesë procesit të hetimeve kanë ardhur në organizatën tonë Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, janë takuar me hetues, i kanë dhënë intervistat e para dhe mandej kanë vazhduar varësisht prej disponimit tyre, qoftë në organizatë, qoftë në një ambient tjetër të përshtatshëm për ta, në mënyrë që mos më u vrej, domethënë mos më u duk që po hyn në polici apo në prokurori. Mandej me prokurorinë speciale po ashtu kemi vazhdu bashkëpunimin dhe prokuroria i ka marrë në konsiderat domethënë nevojat dhe kërkesat e tyre dhe po ashtu ka pas raste që prokurorët kanë ardhur në organizatën tonë dhe i kanë intervistuar këto raste dhe për më tepër domethënë si instancë e sistemit gjyqësisë që është gjykata, ne kemi pas edhe aty një zhvillim pozitiv vitin e kaluar, ku në bashkëpunim me gjykatën themelore në Prishtinë kemi arritur që të hapet një dhomë e sigurt, të ndërtohet një dhomë e sigurt brenda gjykatës, gjë që i ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë të mbjetuarit, ku është një dhomë e vendosur në një ambient të veçantë gjykatës, ka një hyrje të veçantë, pra nuk hyn të mbjetuarit, ka hyn palë tjera, përgatiten aty, shkojmë në sallë gjykimit, mandej edhe gjatë kohës që kemi nevojë për pauza apo për pushim, mund të kthehen dhe ta shfrytëzojnë atë dhomë. Pra stigmatizimi ka paraqit sfidat e veta në qasje të drejtësisë, mirë po edhe përmes fushatave avokuse që kemi pas, përkrahjes nga mekanizma të ndryshëm, qoftë kulturor, qoftë sportiv, kanë bërë domethënë që të paktën ta thejnë atë stigmën që ka qenë mjaft e shprehur deri në vitet e fundit. Sa viktima dhunës seksuale
të luftës janë trajtu nga vendi ku ju punoni pra, ndër vite, sepse përmende disa raste, tash është mirë që po publikohen në një farë forme dhe e përmende stigmatizimi, po normalisht edhe pjesa, jo vetëm e stigës këtë rast, po në përgjithësi edhe të shoqërisë tonë, që këto raste të zbulohen. Ne kur jemi themelu si organizat, me njerë pas luftës, ju kemi ofru shërbime të gjitha kategorive të dalën nga lufta, pra të gjitha viktimave, ku në atë kohë, domethënë veç deri në vitet e fundit, kemi arrit mbi 20.000 raste ti trajtojmë, ti ofrojmë shërbime psikosociale, mjekësore dhe ligjore. Sa i përket viktimave dhunës seksuale, sepse me kalimin e kohës, domethënë ne në fillimisht që kemi dhënë të gjitha grupeve të prekura nga lufta shërbime, mirë po më vonë jemi fokusue vetëm në rastet e dhunës seksuale për shkak nevojave specifike dhe deri më tani kemi 600 raste që kanë marrë shërbime apo një numër i tyre ende vazhdon të marrë shërbime dhe të trajtohet nga organizata jonë. Mirë, çfarë lloj mbështetje është, po them kështu, që psikologjike, mjekësore, ligjore ju ofrohet të mpijetuarve në këtë rast dhe ka po them kështu vëdësime të shoqërisë, të shtetit, që me të vërtetë ju ndihmohet tamam edhe kështu me ushtu ndihma realisht. Unë përmenda më herët që ligji që i nje këto viktima është bën vitin 2014. Ne kemi pas shumë shpresa që të paktën edhe me ato ndryshime ligjore që u bën, do t'ju ofrohen edhe mundësi tjera të ofrimit të shërbimeve psikosociale dhe shëndetësore nga shteti. Mirë po deri më tani, pra 27 vite nga përfundimi i luftës, të vetmet shërbime psikosociale, ligjore dhe mjekësore që i marrin të mbijetuarit janë nga organizatat jo qeveritare. Pra, edhe nëse shkojnë domethënë institucione publike, të mbijetuarit duhet të paguajnë sikurse qytetarët tjerë, nuk kanë beneficione të tjera caktuara, por duhet të ndjekin rrugë sikurse çdo qytetar tjerë. Organizatat jo qeveritare, si Qendra Kosovare për Rehabilitim, po ashtu edhe organizatat partnere tjera që janë të licencuara, 2 në Gjakov dhe 1 në Drenas, ofrojnë shërbime për të mbijetuarit dhe i trajtojnë domethënë sipas kërkesave dhe nevojave të tyre. Ne si organizatë domethënë jemi të strukturuar duke ofruar një gamë të gjerë të shërbimeve, duke përfshirë ato psikosociale, pra seancat psikologjike, ku psikologët tanë janë të trajnuar, janë të specializuar në këtë fushë dhe i ofrojnë shërbime të vazhdueshme. Mandej kemi mjek të përgjithshëm, ginekolog, psikiatër që ofrojnë shërbime, po ashtu juristët, sidomos në kohën e fundit, viteve të fundit, kanë pas një rol të rëndësishëm në ofrimin e shërbimeve dhe mbështetjes ligjore ndaj këtyre, e po ashtu e kemi edhe një komponent tjetër që është fuqizimi ekonomik i tyre, ku ne përveç trajtimit, domethënë psikosocial, mjekësor dhe ligjor, jemi mundu që përmes trajnimeve të ndryshme dhe hapjes së bizneseve të vogla, ndihmës për hapjen e bizneseve të vogla, të angazhojmë domethënë që ata të integrohen në shoqëri dhe të jenë të pavarur në punët e tyre. Ka ende viktima që nuk janë paraqitur për ndihmë? Fatkeqësisht ka shumë prej tyre që nuk janë paraqitur në ndihmë. Sa mund të jetë numri i tyre? Keni ndonjë Nëse nga bëj pyetja parë ishte sa është numri i të mbijetuarve dhe u përgjigja domethënë llogaritet që janë 20.000 të mbijetuar. Dhe mbas të dhënave zyrtare që i kemi marrë nga Komisioni Qeveritar, deri më tani kanë aplikuar 2400 për njëjë statusi, që i bjen është vetëm 10% i atyre që kanë përjetuar dhunë seksuale. Kur jemi këtu te shifrat edhe te numri, ka disa arsye, domethënë disa shpjegime që pse është ky numër kaq i vogël që kërkojnë qoftë njëjë ligjore, qoftë mbështetje, është se një numër i madh, 27 vite pas luftës, prej tyre kanë ndru jetë, domethënë kanë qenë moshë 50 vjeçare, 60 vjeçare, apo edhe 70 vjeçare, ka pas më shumë 90 vjeçare në kohën kur e kanë përjetuar dhunën seksuale, dhe menjëherë fatkeqësisht disa ndoshta edhe gjatë luftës, disa pas luftës kanë ndruar jetë dhe fatkeqësisht dëshmitë e tyre kanë mbetur pa u dokumentuar në asnjë mekanizëm as institucional as jo qeveritar. Mandej kemi faktorë tjerë, domethënë disa kanë pengesa familjare, ku vetë në familjet e tyre është bërë një pakt, themi kushtimisht, që mos të flitet askund dhe mos të kërkohet asnjëherë asnjë ndihmë për shkak që nuk dëshirojnë që të merr vesh dikush tjetër që për atë që kanë përjetuar. Një pjesë tjetër kemi që kanë migruar, domethënë qoftë menjëherë gjatë luftës kur kanë dalë përtej kufirit dhe kanë shkuar në vende të ndryshme dhe nuk kanë pas domethënë më interesim për me hap atë varë që ju ka shkaktu, domethënë këto dhe ato trauma dhe njerë mi rikujtu. E ajo që ka është më rëndësishme, ja kemi
një grup të rëndësishëm të mbjetuarve, ku mbas të dënave të dokumentuar nga organizata jonë, i kemi 17% i atyre që kemi fut në databazën tonë që kanë qenë nën moshën 18 vjeçare. Pra kanë qenë fëmijë në kohën kur e kanë përjetu këtë dhunë, dhe ta llogarinë domethënë se një vajzë ka qenë 15 vjeçare, 16 vjeçare, ju ka dashur shumë kohë gjatë për me kriju familje, me u rehabilitu, me ju kthy jetës, mandej domethënë mu fuqizua dhe më u bë e gatshme për me kërkuar me u njoft statusi. Dhe tani domethënë viteve të fundit edhe në komisionin qeveritar kemi pas numër më të madh të atyre që kanë aplikuar, që kanë qenë pikërisht në mosha të vogla në kohën kur e kanë përjetuar këtë ngjarje traumatike. Pra ka faktorë të ndryshëm, të cilët ndikojnë për mos më paraqit, domethënë apo që s'janë paraqit deri më tani, dhe ne kemi edhe një fushat që jemi duke zhvilluar që quhet trauma nuk ka afat, pasi që me legjislacionin ton në fuqi është afati i kufizuar për aplikim për njojtë të statusit. Kemi pas fillimisht mandatin 5 vjeçar të komisionit për me pranu aplikacione, mandej është shtu edhe 2+2 vite, dhe me ligjin aktual që kemi në maj të vitit të ardhshëm përfundon domethënë ky afat ligjor për me apliku, dhe ne në kuadër të kësaj fushate jemi duke bërë aktivitete të ndryshme, sensibilizuese në mënyrë që Kuvendi i Kosovës, përkatësisht deputetët tanë, ta plotësojnë dhe ndryshojnë ligjin duke mos kufizuar apo mos lënë afat për aplikim, sepse është një drejtë e tyre që kurdo që ato të ndihen të gatshme të aplikojnë për njojën statusit. Sonja Lidia, ekziston rreziku që shumë rastet mbeten kështu pa u trajtuar me vetë faktin që koha ka lënë ajo? E thashë edhe më herë, domethënë ka fatkeqësisht shumë raste që veç i kemi humbë, kanë ndru jetë edhe nuk ekzistojnë më, domethënë ato fatkeqësisht as nuk janë të dokumentuara askund. Dhe për ata domethënë është pak sa e vështirë edhe të flitet për numra, për shifra apo për statistika, sepse ka kalu kohë dhe kanë humbë. Po ashtu edhe për këto raste që janë që ende nuk janë paraqit, ne vazhdimisht ju bëjmë thirrje, ju bëjmë apel që të paraqiten të cilat do organizat. Kemi organizatën tonë në Prishtinë, kemi Medika Kosova dhe Medika Gjakova në Gjakov, kemi qendrën për promovimin e drejtave të grave në Drenas, po ashtu janë edhe 7 zyre të departamente për familjet e dëshmorëve në 7 regjone të Kosovës, si dhe në Komisionin Qeveritar për me sekretarisë mund të paraqiten direkt për njojën, me kërku domethënë që më njoftë të drejtat e tyre ligjore. Çfarë duhet bëjnë institucionet e Kosovës, bashkësia ndërkombëtare që me të vërtetë mi rrit drejtësinë për këto viktima? Dhe përmendëm faktorin politik që ka mbështypjen ndikon shumë në zbardhjen e këtyre viktimave. Ne vitin e kaluar e kemi quajtur vit drejtësi, sepse ka pas disa aktgjykime, disa dënime. Domethënë kemi 73 vite burgim të shqiptuar për dhunë seksuale. Dhe tani kemi 12 akt akuza, mund të them vetëm 12 akt akuza, sepse janë edhe 100 raste duke hetuar. Ne javën që lan pasi kemi publiku 3 manuale për çështje të ndjeshme në një drejtësi, të cilët po patjetër të cilët japin domethënë udhëzime praktike se si duhet ju qasen institucionet e drejtësisë të mbjetuarve të dhunës seksuale në mënyrë që mos të ritraumatizohen, sepse çdo herë kur të flasim për përjetimin që kanë pas, atyre ju kthehet trauma, sidomos kur të kemi edhe ngjarje ndërkombëtare, për shembull lufta në Ukrainë apo në vende të tjera, ju kthehen ritraumat. Dhe vetë procesi gjyqësor është i vështirë dhe sfidues për to, mandej procedurat e dhënies së dëshmies në hetuesim prokurori dhe në gjykat, ku raste që janë zhvilluar gjykimet të mbjetuarit janë ballafaquar drejt për drejt në gjykat me kryerësit e tyre. Kemi pas rastin kundër Zoran Vukotić dhe rastin kundër Zhivoj Nesić, ku të mbjetuarit kanë dëshmuar fuqishëm para fytyrës së tyre, para dhunuesve të tyre. Dhe për këtë arsye ne kemi nxjerr këto manuale, të cilët domethënë tregojnë se si duhet jetë qasja sa më humane, sa më e dinjitetshme ndaj të mbjetuarve, dhe si thirrje apo si rekomandim do të ishte që neve që kemi planifikuar të bëjmë trajnime për hetues, prokurorët dhe gjyqtarët, që t'i aplikojnë këto standarde dhe këto procedura në mënyrë që procesi të jetë sa më i lehtë për të mbjetuarit e dhunës seksuale. Në rrafshin politik ne e dimë situata politike çfarë ka qenë viteve të fundit, mirë po ne mendojmë që duhet të jetë një parakosh qoftë në bisedimet në të ardhmen apo përmes mekanizmave ndërkombëtar që Serbia të detyrohet dhe t'i dorëzojë të gjithë kriminalët e luftës. Tani për tani ne i dimë kriminalët e luftës, gjykata i ka shpall fajtor me vendim
gjyqësor, ku janë administru prova dhe dëshmi, dhe ata kanë emër dhe mbi emër. Vetëm na duhet domethënë bashkëpunimi, na duhet mekanizma ndërkombëtar që shtyjnë këtë çështje përpara dhe ata të dorëzohen në Kosovë për të vuajtur dënimin për krimet që kanë bërë. Krej për fund, qysh mundet me u përmisu dokumentimi edhe atë që ti na dha manualet që me të vërtet të bëhet edhe arkivimi i këtyre krimeve dhe sa duhet kështu si në pyetje që shteti të investoj edhe institucionet sidomos në arkivimin e dhënave pasi që koha po kalon. E përmendëm edhe pavarësisht që e përmende shumë mirë që tash ka pas raste ku edhe mosha ka kalu edhe nuk jetojnë disa prej tyre. Një numër i konsiderueshëm, mendoj që ndoshta do duhej me u investu më shumë në arkivim apo jo. Patjetër, kjo është diçka që duhet historia të shkruhet, të mbetet dhe të jetë për gjenerata, të shërbej për gjenerata të tjera. Ne sikurse edhe për krimet të tjera gjatë luftës, edhe për dhunën seksuale nuk kemi pasur dokumentim institucional apo shtetëror që ka domethënë një arkiv, një dokumentim zyrtar që mund t'ju referohemi. Kryesisht dokumentimi është bërë përmes iniciativave të ndryshme, jo qeveritare, dhe edhe ne si organizat përveç dokumentimit që kemi pas për çështje të shërbimeve rehabilituese që kemi mbajtur dokumentim të brendshëm nga viti 99, do e pa që nuk ka një dokumentim institucional. Në vitin 2019 kemi krijuar një platformë publike, një databazë ku bashkë me 3 organizatat partnere që i përmenda më herët, jemi duke bërë grumbullimin e rasteve për t'i dokumentuar të paktën ato që i kemi në trajtim dhe ato që referohen prej mekanizmave të tjerë në mënyrë që ato që janë gjallë të mund të dokumentojmë rrëfimet dhe dëshmitë e tyre. Deri më tani kemi grumbulluar 1600 raste, të cilat i kemi procesuar dhe jemi duke i futur në databazë, prej të cilave 1400 që janë përpunu të dhënat, kemi përmes dhënat mblidhen përmes një pyetësori prej 100 pyetjeve dhe të dhënat statistikore publikohen në webfaqen tonë përmes platformës të veçantë të dokumentimit. Një nismë tjetër që është institucionale është me ndryshimin, përkatësisht me ligjin e ri për Institutin e Krimeve të Luftës, i cili ka filluar dokumentimin e krimeve të luftës dhe kemi një bashkëpunim shumë të mirë me ta edhe në dokumentimin e dhunës seksuale. Qëllimi është të thellohet bashkëpunimi në mënyrë që trajtimi i këtyre rasteve dhe dokumentimit të bëhet në mënyrë sa më human, duke ruajtur dinjitetin e tyre dhe duke u kujdesur që mos shkaktohet ritraumatizimi i tyre gjatë procesit të dokumentimit. Besoj që këtyre rasteve ata që i kanë bërë të dënohen edhe bashkë normalisht me institucionin ku punoni që t'i zbardhni gjitha këto raste. Unë ju falenderoj shumë, zonja Halidi, faleminderit për bazimin. Faleminderit. E Stile Lapsi